Profesor Martini një fitore e merituar dhe shumë emocionuese. Kam bindjen se nuk keni shijuar ndonjë ndeshje, ndonjë fitore më shumë se sot. Po, është vërtet. Edhe sot bëm atë që nuk bëm në ndeshjen tjetër duke fituar 2-1 dhe duke fal golin e barazimit tek Gnatjes. Sot rregullum atë gabim që bëm atje, vujtëm për shumë minuta, pothuajse realisht Dinamo ishte më mirë se na në pjesën e dytë. Vujtëm, lujtën me sakrificë maksimum, edhe dëmtuam, edhe me probleme, edhe keshte ndeshje karakterit, po ndeshje që vlen shumë sepse janë 3 pikë. Profesor, pas ndeshjes Trajneri Daja në prononcimin për dhe shët tha që vllaznisë kemi mësuar si duhet futbolli. Ke një koment për këtë? Gjë më thonë unë këtë punë, mirë se kam luajtur futboll edhe te vllaznia, po ka njerëz që s'kan luajtur futboll kur pozicion s'kan këtë drejtë, sepse vllaznia dhe Dinamo janë legjenda me lojtarë të fushë dhe mësoj. Gjithsesi, unë them që sot Dinamo ishte më mirë se na, luajti më mirë se na vuni vështirësi. Mandej thash, e rëndësishme e kësaj gjajet është marrja 3 pikëve, sakrifica e djemve që nga minuta parë dhe minutë 95, 97, lanin gjithë shanë fush, edhe bravo i qoftë, jam krenur për të. Sa i karikoj deklarata juaj para ndeshjes profesor? Nuk e di, duhet me pyet djemt, unë jam thjesht një nërta. Përveç lojtarëve karikojnë pak të tifozërinë, sepse ishte tepër aktive ditën e sotme dhe në fund kishte një falënderim për to. Unë jam dhe kam kënë gjithmonë me bën një futboll fair play në gjitha drejtimet. Po kur shoh që i dalin punës përpara, vinë losin kashines dhe bëjnë presion, karshi arbitrave, karshi njerëzve, mandej aty dalën pak nga vetja. Unë pëlqen vllaznia siç ka luajtur gjithmonë, shembull, edukata në maksimum, e pranoj pavarësisht sot se pranosh, e pranoj edhe duhet rokitën e kundërshtarit kur lot mirë, por kurse nuk mundesh me ofendoj qytet. Çfarë kishte më shumë kjo ndeshje, profesor? Kja kishte të ekzaltuar shumë sepse e disha që është ndeshje e vështirë, e disha gjendjen fizike të futbollistëve mas këtyre peripecive që kishim kalu, edhe prandaj ishte shumë e rëndësishme fitoria, aq më tepër që kishim një rival që u dote më shkput, sepse më thanë drejtën edhe në fazën e parë kemi luajtur më mirë se ata, po kemi humbur. Sot luajtën ata më mirë se na. Thotë se Dinamo ju voi në veçërsi. Ku shfrytëzoi ekipi mik që mori e përsinë territoriale? Unë them që shënum golin, e arrit me atë që deshin për paraneshjes. Normalisht është kur bëhen të domosdoshme marrja e 3 pikëve, përgjegjësia është shumë e madhe. Në ato momente të pjesë dytë, fillimin e pjesë dytë, u tërhekme sepse doshim e patjetër ky fitore. Normalisht nuk e kërkuam, por jam i vetëdijshëm dhe i kuptoj lojtarët sepse gjendja aty në thash nuk ishte aq e duhur. Profesor, Kallakun që doli i dëmtuar me barret ka diçka serioze? Kallaku ka luajtur i dëmtuar edhe këtë ndeshje edhe ndeshjen tjetër që kena luajtur në Rogozhin. Është dëmtim i vjetër, shpresoj që mos jetë i madh dhe besoj që është i madh, por gjithsesi edhe nëse do të jetë, do ta çojmë jashtë jetë për rikuperimin e patjetër. Do bërë kampionatit janë dëmtuar. Da shijoni dhe shfrytëzoni të pushim të kampionatit? Gjergjoni kam thënë djemve që duhet të mbyllim të dyja fazat dhe do të kërkojmë ta ruajmë vendin e parë. Jemi 1 pikë plus me 2 ndeshje që kemi bën në fazën e parë, kemi humbur me Dinamon, kemi fituar me Gnatjen, kështu që një barazim atje dhe një fitore sot jemi 1 pikë më tepër. Kështu që besoj të djem, besoj verbrisht të ta, besoj të karakterit tyre dhe bashkë me të tifozët që ishin stadium shpresoj të Këti tani që ke pa gjitha ekipet, kë shikon si rivalin kryesor të Vllaznisë për titullin kampion. Se ta po shihet që Vllaznia është për mund partën rivali kryesor. Unë shoh me thënë drejt shoh Partizanin në Tiranë. Partizanin në Tiranë. Profesor, pas pushimit ekipet kombëtar rikthenin fushë përsëri. Diçka për ndeshjen e ardhshme. Është shumë e rëndësishme rikuperimi këto 2 ditë që do jemi pushim, do të mbledhim gjitha forcat për me vazhdu më tej, do të na kthehet Bismarku, do të na kthehet Droz, do të rritet gjendja e lojtarëve që janë dëmtuar dhe po losin me gjysmë. Kështu që mendoj që do jemi më mirë, do jemi më të freskë, do jemi më të gatshëm. Profesor, deri tani keni qenë shumë e këmbë tokë sa i përket titullit kampion. Sa herë keni luajtur? Ka marrë më shumë të formë tashmë kjo Vllaznia drejt titullit. Jeni pak më i hapur. Senat, unë e kam thënë që nuk munden e më mas gishit. Kur unë e kam thënë që futbollistët e mi janë më të mirë, nuk e kam deklaruar këtë. Por sot e them më me bindje sepse karakteri i tyre e kërkojnë me ngulm dhe e marrin atë që kërkojnë. Ne do të ulemi në kamp tokë, kemi ndeshje jashtëzakonisht vështirë me Partizanin.
sepse kemi 2 javë pushim, po ne ishim për Lizonin vjen shumë shpejt. Qëjmë ta 2 ditë pushim dhe më në të shtorë në stërvitjes, tulim kokën fort, punojmë fort, sepse si jemi asë në gjyrë rrugës, unë e di se që do me thonë një pushim 2 javor që dhe në shërbe një zakonisht shumë. Kam djem me mosht pjekun dhe gjithë se cili edhe në qovë se unë do t'jem euforik, pavarësisht se s'jam sepse e di mirë se që do me thonë kja punë, atë janë gjithë me kanë tokë, janë gjithë për ullun, punojnë si qetë nga mjesit dhe ndorë, edhe kjo është e që më motivon edhe më banë me kanë me besim të kjo gjë. Ndeshjen e kaluar pati pak luhatje, portieri gjerman, por sot ju mbajtin lojë, sinqerisht. Po futbolli është i tillë, nuk mundesh me shit një portier ose një lojtar në momentin që është keq. Unë kam qenë futbollist vet, kam pas ndeshje të këqija që normalisht ndeshjen tjetër do është me kanë stol, por besimin edhe temin edhe të lojtarëve e kishte, edhe mendoj që na shpërbleu më së miri. Faleminderit, profesor. Faleminderit.